Zëvendës Ministri i Arsimit dhe Shkencës Spiro Ristovski me kundërpërgjigje të menjëhershme, sipas tij anulimi i testimit ekstern është antireformë populiste që shkon në dëm të nxënësve dhe prindërve të tyre. Ova populistička antireforma na SDS-ke predizvika kriza na vistinskih të vrednosti. Kjo antireformë populiste e LSDM-s do t'i shkaktoj krizë vlerave të vërteta. Fëmijët do të barazohen me nota dhe nuk do të vlerësohet puna dhe cilësia. LSDM-ja në vend se të ofroj masa konkrete për përmirësim të cilësisë së arsimit, bën hapa nga të cilat në të ardhmen do të vuajnë dëme të pakompenzueshme para se gjithashtu fëmijët dhe prindrit e tyre. Fëmijët do të bëhen jo konkurrentë në tregjet ndërkombëtare të punës ku kërkohen njohuri të vërteta, tha Spiro Ristovski, zëvendës ministër i Arsimit dhe Shkencës. Po zëvendës ministrit Ristovski dhe ministri i Arsimit në largim Pishtar Lutfiu kundërshtoi anulimin e testimit ekstern, duke thënë se kjo nuk ndodh për një herësh. Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme tashmë prej 5 vitesh i nënshtrohen testimit ekstern. Kjo masë e qeverisë, respektivisht e Ministrisë së Arsimit, gjatë gjithë kësaj kohe është përballur me kritika dhe vërejtje të shumta.